Avokatja Naim Morselit ka thënë se prokuroria nuk ka prova që klienti i saj ka urdhëruar apo kryer vrasjen e Liridona Ademaj. Shpreh keqarje për rastin pavarësisht qëndrimit juridik. Dhimbja që ka përjetuar familja e sendierës është e pamohueshme dhe meriton respekt të plot. Sipas nenit të rretënit të Kushtetutës së Kosovës, neni 6 të Konventës për të drejtat e njerëzit, çdo person i akuzuar për një vepër penale ka të drejtën të konsiderohet i pafajshëm, ndërsa fajësia e tij të vërtetohet përtej çdo dyshimi, të bazuar dhe të arsyeshëm. Prokuroria nuk ka paraqitur prova bindëse të drejtë për drejta apo të mjaftueshme që të lidhin klientin ton me veprën penale të vrasjes së rënd. Bazimi i aktakuzës në rrethana të përgjithshme, supozime apo interpretime të njëshme të situatës nuk bëjnë themel për dënim penal, a shprehur avokatja.